Wasjud waqtarib, dhe birë në sejdë dhe afroju sa më shumë Allahut. Distanca në mes problemit tënd dhe zgjidhjes është sa distanca në mes ballit dhe tokës. Andaj, dije se sejdëja është vendi ku problemi yt kthehet në zgjidhje. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Njeriu është më afër Zotit të tij kur është në sejdë. Fa akthiru ad-du'a, prandaj shpeshtoni lutjet, shpeshtoni duat. E bukura e sejdës është se ti po shpërit në tokë e dëgjohesh në qiell. Andaj të gjitha problemet, brengat, mërzit, nevojat dhe piklimet e tua mblidhi dhe tuboj, dhe bëja një sejdë të gjatë krijuesit tënd, dhe nxiri ato nga zemra jote dhe drejtoi ka Zoti yt, dhe pastaj bindu se për aq kohë sa çështjet e tua ja ke dorëzuar Allahut, ai nuk do të lërë ty pas zgjidhje, dhe bindu se askush nuk e largon vështirësinë përveç Allahut të Madhrishëm, nga se ai ka thënë në librin e tij: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu." Dhe nëse Allahu të godet me ndonjë vështirësi, s'ka kush ta largoj atë posti. "Wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir." E nëse të dhuron ndonjë të mirë, duhet ditur se ai është i gjithfuqishëm për çdo send.